si që të cejke dhe trajneri Agim, do mon një vit muj me thonë një suksesshëm, edhe pse me pak fat do mon kombëtarja kishte me qenë në kampionatin botror, mirë po ka të regu performansë shumë të mirë dhe po të regon që portarmen do me thonë do tjetë një kombëtare shumë e fort. Do mon qëllimi kryesor ka qenë kombëtarja jonë mu kualifiku, mirë po fati nuk e deshti sepse lujti shumë mirë do mon lojnë e fundit me Turqinë. Po në futbol do mon janë 3 rezultate dhe futbolli për që ata është shumë interesant që do mon ka jarë lunë mirë, po do mon nuk mundesh mu kualifiku. Se përket kampionatit botror, do mon është një knasi e veçantë sepse kjo mbot dihet do mon çdo 4 vite. Ka me ka një garë konkurruese shumë e fort sepse ka shumë kombëtare të forta, si që është Spanja, Gjermania, edhe këtu Brazili, Argentina, do më onë na pret një gare nxehtë gjatë këtij muaji. Po edhe kjo pjesa e orarit të ndeshjeve këtë vit për shkak të vendit se ku do mbajnë, do arrini me i shiku gjitha. Me thonë drejtën, na ka penalizu shumë, orari mirë po na që jemi sportista, na që jemi marrë me futbol, e kemi do më onë e kemi ushqim të shpirtit, edhe në qoftë se është në ora 2, në mesnatë na do ta përcjellim do e mos.